Përshëndetje miq shok dhe zër dashamir, ku do që jeni pranoni përshëndetjet e mia nga unë Ramadan Reka, përshëndetjet të përzemërta që gjithmonë ju kam dashur, ju dua dhe do t'ju dua ju çmoj shumë vëllezër dhe motra kudo që jetoni. Atëherë, sot është dita e martë, data 5 maj 2026. Edhe do t'jam kallëzoj edhe një histori, do me thonën që çka ka ndodhur njëherë me dy vllaznit që ishin të dashur, të çmuar, por ndodhi edhe ndarja në mes tyre sepse gratë xhelozonin mes veti. Edhe kështu në që gratë si xhelozojnë e shtin edhe zhurmën në shtëpi, edhe prej zhurmës njëri pastaj edhe vjen gjeri të ndarja. Kështu në që të dy vllaznit jetonin bashkë me një shtëpi edhe punonin të dytë, por llau i madh e pinte dohonin e i vogli nuk e pinte dohonin. Edhe një ditë gruaja vet pita të vllah o burr, thot shumë po gabon. Burri tha pse? Tha ti urjepe të punu o burri jam, shpirtin do me lanë mas pune të punu e të majtën familjen asit, por thot ti nuk po ban harxhimet mlaja, thot vllavet po harxhon ma shumë. Qysh? Thot po te e ke pa vllavet pi ka 3 paqeta cigare në ditë e ti s'pe pi dohonin. Ai thot veç dohan sa pare po harxhon, thot ti si pi dohonin. Thot edhe do me thonë kjo është ajo humbja jote, myt është të punu, ai pi dohon edhe knaqu ati puno e vuj. Një ditë ju mosh menja edhe e thirri vllavin, po dojna munda, vendosën ndonë. Kur ndonë, vllai ma e mor shtëpinë e re, e ky e mor shtëpinë e vjetër. Pasi që e mor shtëpinë e vjetër, dul në shtëpi vet, punonte, edhe unë ardh një ditë po mendon. Tha po une, masi se pi dohonin, thot vllai madhi pi 3 paqeta në ditë. E 3 paqeta zëni ka 4 euro. Një paqet, që taj 3 paqeta ka 4 euro, 12 euro. Thot hajt që pi daj 12 euro në ditë, në vend doni që se pi që ato pi daj, për ditë e nusha me paparet me maru një shtëpi 3. Edhe kështu që ja nisi ai për çdo ditë i daj ke ka 12 euro, i daj. Shkur me thonë ja 8 vjeta si i boni paret. Kur i boni paret, e pilloj shtëpinë me maru, e dikura edhe në fund e maroj e përfundoj shtëpinë. U gëzu shumë u gëzu që u bo me shtëpi të re. Vinishin gjinja e pashin e i dhonshin, do me thonën, fjalë të mira tambla, e gëzoshe, i shaleshe, harin shtëpijës asi. Edhe kështu që mas 3-4 vjetë erdhën që i thëjmë na bijat apo motrat me nipa, me mejsa. Po kë e pa të maru shtëpinë edhe plemën që e lojë që pleme i thëjmë na që e lojmë sanën e kashtën aty në përdimën për ushqimin e kashve. Edhe plemën e pa të maru aty afër. Edhe ato nipat mejsat ku e ditu lujtën e kanë kallën kashtën. Edhe kallët kashta, rritët plaka, djegët shtëpia. U djegë shtëpia. Dikura zun me ardh njerëzit me shpreje në ngushëllime për shtëpinë që ju ka djegë, ju ka punu i shkrejtje, mi nëzij ka bo paret, edhe bishin mjashnu shkryet, apo që thëjmë na me dhon gajrat.
Kështu që një ditë vllai vet vjen kishemenja me ashtë në shkryet e me dhon gajrat, po ai s'din edhe me dhon gajrat. Nuk din edhe me ashtë në shkryet, por vetëm mja lëndu edhe më shumë kryet. Vjen pyetja pse. Kur shkoj me pa vllajën e vet, edhe po e thot vllajt vet: "Vlla, a u mërzite që tu kall shtëpia?" Jo, ki për thot vllaj, vlla, u mërzita boll se menzi i kum bë paret me maru, po qa me bo, ka na kon kismet që ashtu ne. Shkoj shtëpia, tha, u gjek. Ky vllai madh ja nisi me kesh, tha, emër vlla, po ato pare, tha, janë kon dohanit. Tha, to u dasht mojti mu djek, tha. E ti, tha, i ke rujtën aty, s'ke pi dohan, po i ke rujt, i ke mlidh, e për që ata tu kanë kallë ketë për njëherë. E unë e tha, që e pi dohanin për dit, te unë e tha, s'ka shka kallët, se unë e për dit, i kalli. Ati i ke donë më mlidh, edhe i ke kallë kretë për njëherë. Eshe, do me thonën, qëfar pjallë të rëndë ka full vlau. Men që mi thonë vlau, mësë mërzit, se si ta kish nejtën e ban apet. Eshe, nuk e ke pas, e ke bon, o djeg, apet bon. Për mjesh në shkryet, paj, thot ja, thot të dasht mu djeg mojti ato, po ti nuk i ke djeg, i ke pritën, më bon e shumë, e që taj të kanë djeg kejt për njëherë. Kështu që do me thonë, kemi edhe kësi vlezër që të duket vlla, por në fund të del armik të del.